Kam pyetur ndjekësit në revista Klas për shqetësimet e tyre, që ti na japësh disa përgjigje dhe dua të na ndihmosh tani. Më kanë ardhur këto mesazhe. Unë dua një jawline shumë të theksuar, kam bërë disa hair filler, por nuk kam rezultat. Çfarë duhet të bëj? Së pari, duhet kontrolluar muskuli masseter, që është muskuli më i madh që merr pjesë në mbylljen e gojës dhe kafshimin. Nëse pacienti gjatë kontraksionit ka një muskul masseter të zhvilluar, atëherë filleri është absolutisht i kundërindikuar. Këshillojmë të bëjmë relaksim të masetrit, por kjo në varësi të pamjes që ai ka dhe duhet bërë vizita klinike. A është problem nëse e bëj hundën filler, sepse thonë që kur migron shkon tek syt dhe rrezikon shikimin? Në rast se mjeku është profesionist dhe i kujdesshëm, kur flas profesionist që njeh në mënyrë perfekte anatomin, dhe në rast kur funda është e paprekur nga ndërhyrjet e operacionit, është e sigurt për të bërë me filler. Nga ndryshon për shembull injektimi me kanul, nga injektimi që bëhet me agë direkte në kockë? Agja është më e rrezikshme dhe do një eksperiencë shumë të lartë nga aplikuesi, duke qenë se shmang edhe çarjen e enëve të vogla të gjakut dhe ul mundësinë e nxirjes. Kanula rrit mundësinë për të mos pasur nxirje, por unë personalisht në këtë zonën këtu alketa nuk e preferoj aplikimin me kanul. Dhe ka raste që më pyesin, duke qenë se shikojnë kudo video, pse nuk po e bën me kanul. Dhe për sa kohë që mua kanula më bën më të sigurt përballë punës time dhe ruan më shumë punën time, nuk e jep ajo rezultatin atë që unë dua përmes saj. Dhe kam qenë shumë e sigurt. Kam rrafët por syve shumë të theksuar, thot një djegëse tjetër, më kanë sugjeruar filler, por kam parë që nuk duhet. Mezoterapia nuk më ka dhënë rezultat. Çfarë më sugjeron doktoresha? Filleri nuk është gjithmonë një zgjidhje shumë e mirë e radhë për syve. Nuk e di sa dukem tani në kamera, por dhe unë kam radhë dhe kam zgjedhur të mos i prek për të vetëm në arsye jo për rrezikshmërinë, por për të ulur mundësinë e të dukurit falso. Pjesa e syve dhe shikimit të jep pikërisht identitetin tënd. Jam dakord për të aplikuar filler në sasi shumë të pakët në rast se duhet vërtet dhe është një domosdoshmëri shumë e madhe, por ka dhe terapi të tjera të tipit lazer ose mesoterapi ose skin booster që aplikohet në atë zonë për të dhënë një efekt shumë të mirë. Burrat shqiptar si e kanë raportin me estetikën sot? Janë pacientë tuaj? Shumë të mirë. Raport shumë të mirë me estetikën, brenda kontureve maskiliste dhe të natyralitetit të tyre, por kanë filluar të jenë të ndërgjegjshëm që duhen bërë disa shërbime të lehta. Çfarë bëjnë burrat? Filler në zonën nazolabiale, patjetër që mund të bëjnë dhe buzët, patjetër që mund të bëjnë jawline, dhe mua më pëlqen ky theksimi i këndit mandibular me pak filler. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.